Po mu e dashur, edhe kjo ka familjar. 4 vjet jam në Zvicër, a di pse na ik? Po? Pse vike shkав na unë që na borë që aty, e ta mërë ke pasoshin, e u duf kemi dhonë 3.000 marka, e me ik natën. E t'ka rejtë shpitone, e t'ka hi në banje, e t'ka hi gjithkund në soba, veshkin, arajna quhe. E kjo nuk e kam rrinë qatë kote anë. Po. Se i shikë dhe kjo. Që që një ke ndalë për shëknija. Po. Ajo are shumë për mi ditë jetën tonë. Unë jem që 44 vjetë Zvicër. Po? Qësh ka qenë fillimin të thuaj? Mu kom bo një shpi, kem bo para lufte, o kallë këj. Faza 5 dhe bëthonë në konë. Ka nej vjera 5 shpis, ka nej vjera në pozlam, e familja, o dus një bo tjetëre. E atje tjetëre kanë lyp me bo me shku me lyp dikon me të një mu, as një tullë s'ma ka një mu kosht, ta lypshin haraqin. E që ajo nuk nga ka liu për më këthy, se s'ke pas ku me hija s'kon me dalë, se t'kanë lyp haraq dhe t'kanë rej, se ku para lypte. E dashur, ta relaksojmë pak muhabet, nuk kemi nevojë ta shkaq seriozisht, më thuaj diçka. E di që për ty nuk ka qenë shumë e lehtë me jetu, ndoshta edhe fillimin sidomos paktën. A të shko mendja kështu më u kthy në Kosovë me thonë, kur më kthy ndoshta, a? Ku mu shletra për më këthy, se ta shkëm dalë penzion, do më këthy. Do kthehesh? Po, pësmet për zoti, deka 9 muaj, në vit 3, këthejna vinë Kosovë. Shumë mirë. Po ta shë këmbojo, a mire bat, po për paran, s'ke pas kur gjo shant, as mas Sigurisht. Lufte në pasonu që ata se kanë liftu. Po. Kur s'o pasonu populli. Ajo qika pas ka dekon dzejt fort që ajo adin në veshë. Mirë, e dashur, faleminderit shumë. E ko ka shumë e Po, jetën po. tonë. E dashur, po. Gazetarët në studio nuk flasin për juve, këta duhet ta dinë edhe ju edhe unë këtu në studio, secili ka familjar, edhe e dim historinë, çysh ka shku, pse ka shku,